Në kuadër të 12 qershorit, ditës ndërkombëtare kundër shfrytëzimit të fëmijëve për punë, Bashkia e Shkodrës zhvilloi një aktivitet sensibilizues në qytet. Në fjalën e saj, nënkryetaria e Bashkisë së Shkodrës, Teuta Qyteza, u bëri thirrje qytetarëve që të rrisin ndërgjegjësimin dhe të kontribuojnë në luftën kundër këtij fenomeni shqetësues që prek të ardhmen e fëmijëve, sidomos në formën e lypjes në rrugë. Që këto fëmijë shfrytëzohen për punë, e sidomos për lypje, duhet jetë e dënueshme nga i gjithë opinioni shoqëror. Ne duhet t'i mbrojmë fëmijët, t'i lëmë ato të lirë, të jetojnë jetën e tyre, kanë moshën për të mësuar, për të argëtuar, për të kaluar kohën e lirë me njëri tjetrin, dhe jo për të punuar, e aq më pak për të lypur. Bashkia Shkodër dhe në mënyrë të veçantë kryetari zoti Benet Beci ka mbledhur të gjithë drejtuesit e institucioneve që kanë të bëjnë apo që kanë impakt në këtë fushë, si policinë bashkiake, policinë e rendit, doganat dhe gjithë institucionet e tjera që kanë të bëjnë me monitorimin e këtij fenomeni. I bëjmë thirrje edhe atyre që i shfrytëzojnë, edhe atyre që i drejtojnë drejt atyre pikave që po vrojtohen, po monitorohen nga policia e shtetit dhe nga gjithë stafi i bashkisë. I lutemi ta ndërpresin këtë fenomen. Mos shfrytëzoni fëmijët, janë njësoj si fëmijët e çdo kujt, edhe tuaj. Në fokus të aktivitetit ishte nxitja e bashkëpunimit ndërinstitucional, sensibilizimi i komunitetit dhe ndërgjegjësimi mbi pasojat që sjell shfrytëzimi i fëmijëve, një praktikë që u mohon atyre të drejtën për një fëmijëri të sigurt dhe të lumtur. Broshura informuese është shpërndar gjatë aktivitetit, përfshinte udhëzime të qarta për qytetarët mbi hapat që mund të ndërmerren për të mbrojtur fëmijët, duke filluar nga raportimi i rasteve të shfrytëzimit, mbështetja përmes institucioneve, mosdhënia e parave në rrugë, e deri tek sensibilizimi dhe mbështetja për arsimin cilësor dhe përfshirës. Një fëmijë që punon humbet të drejtën për të qenë fëmijë, është mesazhi që shoqëron këtë fushat ndërgjegjësimi për t'i kujtuar çdo antari të shoqërisë rolin e tij në mbrojtjen e më të vegjëlve.